siklet shumë për momentin. Faleminderit që keni ardhur, shpresoj t'ju pëlqej shfaqja. Nuk ishte pjesë. Shpresoj shumë t'ju pëlqej. Faleminderit që ka ca vende bosh këtu. Edhe është pak e çuditshme se e kanë bler biletën. Është pak a shumë sikur kanë thënë unë edhe lek jap edhe ata nuk i kiti të gjej. Mirë, shiko. Jam komedianin e parë në sken Besin. Kemi marrë një gong në fakt. Edhe sa të bëhet minutazhi dikujt do i biem gongut. Duhet ta tregojmë gongun që kemi. Gongun e kemi marrë sa çmarrë e fundit, edhe nuk duam të ikim në armiqë. Kështu që kështu, një duart të keni shumë fort për Besin e lirë. Çfarë emocionesh miq? Po shikoj gjithsesi kjo është sallë kështu, është sallë që ti imponon respekt. Ka shumë art kjo sallë, këtu janë vënë në jetë sa performanca artistike, domethënë që. Për shembull, prandaj dhe unë dua t'ju shtroj një pyetje ju sot, që ta mbani mend si performancë artistike këtë time sot. Sa nga ju këtu janë masturbuar para se të vini këtu? Një dorë kam këtu, nga Genti, nga miku im. Ka që vetëm Genti është masturbuar sot. Shikoj, e kuptoj se është që kështu, ka një si, se qka këj masturbimi, një si ndjej faj, kështu si... është kështu me, do më thënë me përshkallëzim. Për shembull, më shumë në faj jam ndjerë kur jam masturbuar, kur më vdiq tezja. Do më thënë, jo aty para arkivolit, nuk është e... Po, atë ditë, do më thënë, shkuan ata, do më vdiq tezja, shkuan ata shtëpia, ndej, unë isha vetë në shtëpi. Kur je vetë në shtëpi, një opcion ke vetëm për ta... Po se di pse unë ndjeva aq në faj, domethënë, më duk sikur e vrava unë tezen. Po pra, edhe pse më plot, se nuk e di se çpata një ndjesi kështu sikur tezja po ngjitej në parajs. Se normal që tezja në parajs do shkojë, se tezet nuk shkojnë në ferë. Se si shkon, domethënë xhaxhallarëve ju shkon ferri më shumë. Se ju trazon dhe dora një çik xhaxhallarëve, janë kështu si... Po tezja normal në parajs po shkonte, edhe po ngjitej aty në atë dritën, edhe uli kokën poshtë edhe, ore Besi. Po çfarë bën ashtu? Prit të shkoj unë në parajs një herë, pastaj. Kështu që kjo është mbresa që dua t'ju le sot, që prisni të paktën 3 ditë sa ju vdes në një person i afërt që të masturboheni. Ore, se të ngele kështu si trauma, unë kam që vjetë, për shembull, që... Unë këtë të hënë fillova palestër, se doja t'isha në formë për sot, se mendova që 4 ditë më duhen. Edhe kam një kushëri, shkova bashkë me atë kushëririn që... Kam një kushëri që shumë ata që sikur s'pret mirë. Është nga këta që të bëjnë të dyshosh për hartën tënde gjenetike, që ke hallë baba mos më dalin fëmijët si ky o plak. E nëse, do më është... Kjo ka kohë që shkon, edhe poston gjithë kohës nga këto foto të që është në palestër, që bërë fort që. Po më bëm përshtypje, këto gjëra që shkruan poshtë në për foto, i gjende dhe sa këngë me sa tekste, që shkruan, ata nuk mund të më ndalin. Kush janë ata më plak? Pas ka një grup njerëzi që duan të ndalin këtë, që ne nuk e dim. Edhe kjo tani po bëm fort palestër, që të tremben ata dhe mos e ndalin. Faleminderit. Edhe i thash një ditore, po sikur të fillojnë dhe ata palestër. Duhen menduar sa gjëra. Fotot e palestrës, janë, si kuftoj, janë të këto fotot e këtyre e grave 7 zënë, për shembull, që bëjnë të setting kështu si seksi. Të gjitha gratë 7 zënë e kanë një moment, nga muaji 8, që bëjnë të setting kështu si seksi, kështu që kanë atë pelhurën që i duken pak cicat. Me atë shalën pak shumë të dalë. Që duan të tregojnë që unë po i sjell planetit dhuratën më të bukur që është jeta. Po jam edhe pak kuçkë kështu si.
Jo, po gratë I kuptoj se gratë janë shumë kreative, janë sensuale kështu, do të thënë. Gratë kanë shpikur vibratorin o plak. Do të thënë, nuk po flas për të sotshmin, po flas për atë për babain e vibratorë. Apo për nënën, çfarë është vibratori, grua apo burr, si bie? Burri bie, apo burra se nëse po flas për vibratorin origjinal, domethënë që e ka shpikur Kleopatra me thuhet që Kleopatra kishte një kuti kështu me flet papirusi dhe e mbushte me blet edhe e vendoste në organin gjenital. Se domethënë bletët janë gjallësat që I kanë nxjerr perëndit për të shpërndar faunën edhe jetën në planet. Dhe Kleopatra tha, ore, pse mos ma stimulojnë dhe klitorin mua këto? Një rrugë dy punë. Edhe është geniale, më pëlqen shumë si ide, domethënë madje unë më frymëzoj për të patur një ide akoma më geniale, që do ta ndaj me ju sot. Domethënë mjaft më me lodra plastike. Të përdorim ta të sëmurët me Parkinson, o plak. Ata janë të ndezur 24 orë, I ke këtu. Edhe korrent nuk harxojnë. Një fenomen tjetër që dua ta ndal unë personalisht është horoskopi. Se është bërë kështu si fe, domethënë dalin njerëzit kur prezantohesh me njerëz, të thonë njerëz shohin e horoskopit, pastaj ton emrin, është bërë kështu si. Edhe pse më plak se kështu. Se po bëja para sa kohësh bisedë me një të njohur edhe po I hapja zemrën. Edhe po I thoya që unë jam çik kështu I ftohtë me njerëzit, domethënë jam shumë mosbesues, nuk e kam kështu si problem. Çfarë shenjë ti më thon mua? Se kjo I duhej për të vazhduar bisedën më tej, domethënë. Shigjetari, I thash. E po prandaj, tha. Edhe më vuri kështu si në dyshime, domethënë se unë mendoja që këtë mosbesimin edhe këtë ftohjen që kam me njerëzit, e kam nga që kur isha 7 vjeç, më ka përdonuar gjyshi. Edhe sa do ngelet kështu si. Mirë po jo, e kam nga që jam shigjetari, me sa duket. Kemi probleme më të mëdha në Shqipëri. Kemi dhe kategori të tjera që kanë, për shembull është komuniteti rom që ka një problem që e pas këtë kohë në lajme, që po zhduket gjuha rome, se nuk e përdorin më. Edhe kush ishte arsyeja, cila ishte arsyeja pse se përdorin më, se nuk duan të duken që janë rom. Tash më bie bara mua ta them, nuk dukeni nga gjuha o plak. Më thjeshta për ta thënë, nuk është. Plusi për mua problematikë është një tjetër që jetojmë në vitin 2024 dhe akoma sot e kësaj dite shikojmë 10 vjeçar, 12 vjeçar të komunitetit rom që dalin lypin rrugëve. Dhe problemi I madh është që marrin dhe fëmijët me vete. Çfarë ti thua? Është çështje e qeverie kjo, domethënë është me ligj se nuk e di, a dini, po konsenti në Shqipëri është akoma, domethënë është 14 vjeç konsenti seksual në Shqipëri. Vjet u fol nga, domethënë u morën masa gjasme, doli parlamenti, vendosën që do ta bënin 16 vjeç konsentin, po këto kohët e fundit mora vesh thjesht u fol, nuk ka hyrë akoma në fuqi, domethënë. Akoma sot konsenti është 14 vjeç. Kështu që kemi akoma kohë. Më mbaroi dhe koha më duket, kaq kisha vendosur. Tani dua t'ju prezantoj para re apo mbas rendësën tim, si bie. Faleminderit që më dëgjuat njerëz. Faleminderit. Prisja dua të rokitje më të fortë, po hajt më. Asa bëjë sa. Jeni të mrekullueshëm këto. Komediani I radhës I do vi në këtë skenë quhet Panajot.
Dhe kjo është gjëja më interesante që mund të them për Panajotin. Imagjino si janë të tjerë, do me thënë që fare. Unë po tajta që kështë si të nëndrojnë, faleminderit me jetë. E mos e erda. Sigur të mos mjaftonin problemet teknike që kemi deri tani, nuk po gjej as perden ku hapej. E ju lutem edhe një duart orkidje tjetër për Besin. Ta ketë kështu këtë si nga ana ime që ti them të kam qerasur me një duart trokitje. Besi ish i madh, vëlla, është i madh, është më i madh nga ne. Po nëse se e nisa duke folur për moshën, po edhe si komedian është lart me thënë drejtën. Ka një pasion të pashpjegueshëm për pedofilët. Edhe njerëzit mendojnë se ai thjesht bën batuta për pedofilët, po ai i adhuron tmerrsi shumë. Ai shumë i adhuron sa që ne mbas stand-upeve u shkojmë ulemi nëpër këto zgarat korçare, edhe të gjithë ne marrim djath kashkavall, ai merr djath bebesh. Është i sëmur komplet për këtë pjesë. Po prapë mbetet lart si komedian me atë mburem. Unë jam Panajoti, e bëj këtë prezantim për ju që s'më njihni, se ju 15 tjerët e di që më njihni. Shkurt më thrasin Pano, edhe së fundmi kam adoptuar një qen, është një pastor gjerman, edhe kam vendosur ta quaj Akil dhe besoj se kur jam me qenin, i plotësoj të gjitha kriteret që të quhem pastor Akil Pano. Për bekime më shkruani në DM. Edhe është gjë e bukur o burr, edhe pse s'dukeni të gjithë, po është gjë e bukur ta dëgjosh sallën që është e mbushur plot, se për ne ajo na intereson që të ketë energji, të ketë atmosferë, po dhe bëjmë një lek. Po kjo s'ka shumë rëndësi për ne. Kush ja këto? E kemi kapur çik vetëm nga këto lekët që bëjmë nëpër stand-up, edhe kemi filluar që t'i kushtojmë dhe kohëve të ston. Edhe unë po mendoja që këtë fundjavë të shkoja për shopping, thash duhem bler një palë xhinse. Edhe u kam thënë shokëve të mi që kur të bëj lek nga stand-upet, nuk do e them troç, po do ketë shenja treguese. Edhe pas që kishte një kështu Black Friday në Teg. Edhe kjo më nxiti, thash, okay, duhem bler këto xhinset. Kur arrita te medreseja, never let them know your next move. Ishte e njëjta situatë, plak, është ai fluksi që është aty, është ajo rëmuja, janë këto stendat, edhe janë këto gratë që të thithin, hajde djali, hajde shiko këtu. Çfarë do t'i xhinse, më tha njëra? Po, i thash unë. Hajde, unë kam brendet më të fuqishme, tha. Pa njerë mi tregoj, i thash unë. Përveç i mëngët e tha, ke ato diskuaredët aty njerë. I thash unë janë këto diskuert. E mo diskuaredët tha aty. Okej. Ke ato lëviz, tha. Më fali, thash të kam penguar rrugën. Jo, mo është marka, tha lëviz. Ishte versioni medresej i Levis. Edhe në fund i la kështu si ëmbëlsira për në fund ato, ishin një palë xhinse të zbardhura që ishin kështu të zbardhura dhe sipër kishin pika akoma dhe më të bardha. Do me thënë, dizajneri ka qenë bojaxhi me 100%. Edhe më tha mua, këto pastaj po do të ngjash më kingu, tha, vish këto, tha, edhe i ke kështu, tha, i ke diesel. Këto i thash unë teta nuk duken as si benzin gas, po nejse. Edhe tha, se janë bërë ka i për një vetë besimi frikshëm dhe atyre. O djali, di ç'ke, tha, ti automatikisht një red flag, i këtë dyqani tjetër. Edhe kishte shitse më, por kishte shumë llojshmëri se kaloja aty shifje ketën që shiste xhinse, kishte atë mozën që shet brek, kishte shumë, po ishte njëri që më mërziti keq fare. Ishte një njeri me ngjyrë që më pak kështu dhe më tha, o Lali, tha, a do noj thash se flokësh mo? Çaj kishe me ironiti këto, i thash unë. Po pse o seriozisht e more ti, tha. E po unë mendova se ishe njeri me ngjyrë, i thash po ti që nuk duhet të kisha toleruar. Edhe më tha, më Lali mos e merr seriozisht, tha. Haj më tha mua se e di që është e vështirë, tha, po mas e dalin flokët. E di që është e vështirë, i thash, po edhe ti dal shfaqe bardhë. Edhe mendojni pa kush e kishte sfidën më të vështirë nga ne. Mua më duhet vaj rozmarina, ati i duhet aqe. Tani ka njerëz që këto i konsiderojnë kështu si humor të zi, po unë nuk e konsideroj kështu. Jo aq i zi sa i shit, nejse varja.
Edhe na thonë shpeshherë që mos bëni nga këto batuta se do shkoni në ferë. Po u bë një kohë gjatë që mua nuk më trëm më feri miq. Nuk më trëm se edhe po të dëgjosh këto për kufizimet fetare apo edhe po të dëgjosh, po të lexosh Dante për shembull, e kam lexuar vetëm për stand-up. Për kufizimi i përbashkët që i bëjnë ferit është një hapësirë e pafundme ku mëkatarët vuajnë mëkatet e tyre mes zjarrit dhe nxehtësisë. Edhe kur e lexova për të parë të thash, plah, ky nuk është feri, ky është astiri. Ç'është ky muhabet? Dhe sa më shumë kam kërkuar për ferin, aq më shumë jam bindur që feri është 100 herë më i mirë se astiri. Se ja thotë Dantja që feri është i nxehtë, po ka qenë në 15 korrik në astir ai. Dyshoj. Ose është kjo që thonë ja, ka 9 rratha aty në ferë dhe në varësi të mëkateve shkojnë njerëzit. Ka lezet është gjë organizuar. Në astir një rrethke, aty te Nela. Se s'kemi shumë kohë se bje gongore, roshi. Edhe ke atë rrethin dhe të gjithë mëkatarët rinë 2 orë aty në rrethrotullim në trafik, kurse ata që e kanë tepruar i çojnë nga Vila L pastaj. Ose është kjo që është e organizuar gjëja, por mëkatarët shkojnë një nga një në ferë, nuk është asnjëri detyruar të marrë Tiranën e re. Të merr zi. E di si do më trëmte mua feri miq, mua do më trëmte po të më thotë njëri që në ferë kur shkon aty që digjesh e vuan mëkatin, ke ngjitur një nga këta tipat që dëgjon muzikë me zë lart në urban ose hap TikTokun. Edhe ajo është me vërtet e frikshme se imagjino ti je duke u djegur aty, edhe paralelisht duhet të dëgjosh Ervis Beharin. Kjo është tortura më e madhe. Të kam përfshirë flakët edhe thua, ku dreqin nga bova në këtë jetë, çfarë mund të kisha bërë më mirë. Ndërkohë të bën kështu ajo, të dua qenë, të dua. Është torturë. Ate e ke bërë gabimin më të madh që ke bërë në jetë. Edhe po nëse feri nuk është kaq i frikshëm, po këta tipat me urban që po thoja, zakonisht protagonist është ose një djalë i veshur keq në të 30-tat, ose është një burr mbi të 50-tat. Edhe në anën e njerëzve janë kështu, në anën teknologjike protagonist është gjithmonë një Xiaomi që e nxjerr këtë zërin dhe që e bën më torturuese gjën. Po e shikoni si ka ndryshuar kohët, ne para 5-6 viteve nuk e mendonim që prindrit tanë do kishin këtë lloj qasje ndaj teknologjisë dhe do hapnin kaq shumë rrjete sociale. Ndërkohë që tani më përpara na thoshin ata, po ha o buk ha se ngelen në Instagram. Tani u themi ne prindërve, hani o buk hani, se ngelet në Albania. Albania është maja e icebergut, se po ta bësh swipe ke Snapchat, ke TikTok, ke këto të gjitha rrjetet e zeza. Edhe unë prap të preferuarat e mi, po e them këtë se nuk është se e ke vetëm prindrit ore, e ke edhe të njerëzit e fisit. Kishte lezet për shembull përpara takoje burrin e Allës, mirë thash burrin e Dajës. Takoje se e kam bërë në prova dhe kam thënë gjithmonë gabim. Takoje burrin e Allës për shembull, e takon tani të tregon shive sa e fortë kjo video dhe është gjithmonë një video që ka një sound kështu, oh no 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 no. Edhe videoa më fani tjetë ai soundi ai që komplet lezetin. Edhe thotë shikoj sa e fortë kjo, më përpara sa jepja dorën burrit të Hallës, të thoshte, ti thoshe ç'kemi ai thoshte, "Mo ke qirë gjë." Kish lezetën. Këta janë burrat e Hallës që njohim. Po unë ngelem një fansi zjarti këtyre përdoruesve të Facebookut miq. Janë këta që të çojnë nga këto foto që janë 6 të mëngjesit, ditë të mbarë, muaj të mbarë, javë të mbarë. Edhe para ca ditësh më erdhi notificationi më i gjatë që më ka ardhur në një jetën time. Më bëri friend request në Facebook një account që menaxhoi në çift. Shpëtim dhe shpresa Agolli. Has requested to be your friend edhe nuk e nxini notificationat, edhe e pranova, thash hajde mos tregojmë që si mendje madh. E pranova dhe filloi me gife, me mesazhe, me këto, edhe thashin të redali se di me kë po flas, me kë i çoja ndonjë okay, kështu ndonjë faleminderit. Më fal, mund ta di me kë po flas, i thash se shpresa tha se shpëtimi e ka mendje vetëm për gjumë. Po ty shpresa, çfarë të mban zgjuar, i thash unë. Dëshira për të dominuar ty djalosh, më tha mua. Shumë e bukur për qenë e vërtet, thash me vete, po nuk ja shkruaj da. E po prisja, jo vazhdonte me detajet. Nga ora 12 e natës deri në 6 të mëngjesit. Nga ora 7 të mëngjesit deri në 12 drekës. Dhe këtu më ngacmoi e gjë mua. Po i thashun, po 6 me 7 pse pushimi, i thashun që të ngjaja edhe kështu. E po ikën shpëtimi për punë, tha. Ti bën çik gjërat gati. Edhe avancoi muhabeti me këtore, avancoi mirë. Bëra sevap, domethënë se thash hajde se mbase ishte një mundësi e mirë për të
Edhe kishim një kod që ajo më çonte një gif, unë i çoja okay dhe vazhdonte. Dua të dominoje, më the të thash. Po një fundjavë nuk e di pse i kishte ngelur qefi, edhe nuk më çoi këtë gifin, po më tha mua, më çoi një kështu, hey, ç'a po bën? Dil në temë, i thash unë. Je i sigurt, më tha mua. Po, i thash unë. Dua të më dominosh gjithë natën, tha ti jem vogëlushja jote brisht. Shpresa po çpate, i thash unë, se ti i ajo që dominon. Edhe shkruajti më mbrapa, za, jam shpëtimi budalla. E i shpëtim nuk bën kështu, i thash unë, ky është gabim. Gabimi vetëm është që kjo bisedë nisi kaq vonë, tha. Kur që nisur me herët. Shpëtim të lutem, i thash, se ke familje, ke shpresën, shikojnë Terezin tuaj. E vërtet djalosh, tha, unë kam shpresën, ajo më ka mua, ndërsa ti nuk ke as shpëtim, as shpresë tani. Shpëtim të lutem, i thash, se do shkosh në ferë, nuk jam unë ai që bëj batuta me Jevgjë, tha. I futa blok pastaj, se nuk kisha shpëtim dhe duke i futur blok shpëtimit, hoqa dorë dhe nga shpresa. Duke hequr dorë nga shpresa, humba dhe shpresën për të gjetur një milf shqiptar. E shumë e vështirë në realitetin tonë kjo gjë, çunat e kanë kështu si ëndër në sirtar që nuk zbatohet kur, edhe pse këte nga Tirana, po edhe çoç bëhen kështu, po ta mendosh për shembull edhe sikur nuk shkon obur, sikur nuk shkon kjo që të ketë një milf në Shqipëri. Të paktën jashtë Tiranës, në përrethë. Ja mendoni një histori kështu të sajuar, le të themi, që të jetë një djalë nga Pogradeci, djalka po i themi, dhe të lidhet me një milf shqiptar, Teutën. Teuta e fton djalkën nga shtëpia e saj në Ersekë. Milf nga Erseka, ai që këtu është shumë e padëgjuar, shumë e huaj për veshin. Ai e fton nga shtëpia dhe ky ulet në sallon, ndërkohë që Teuta e fton në kuzhinë, se ka një divan të ngushtë aty. Situata është shumë hot sepse Teuta ka ndezur sobët me dru, i ka futur dru të thata, edhe djalka nuk po e mban më veten, heq xhaketën, zbërthen këmishën, heq dhe ripin, edhe bën një shikim kështu poshtë dhe i thot, hame, do na bësh ndonjë gjë të mirë. Edhe Teuta merr pozicionin më joshës të mundshëm për një femre, skuqet, kafshon gishtin dhe i thot, të bëj një lakror. Ka shumë keq kuptime, ka shumë keq kuptime në këtë mes. Unë ju falenderoj për vëmendjen miq, ishit shumë të mirë. Tani para se të prezantoj komedianin e radhës, dua thjesht t'ju jap një këshill që mos hiqni kur dorë nga milfat, mos keni frikë nga feri, edhe mos blini kur në tek për Black Friday, po blini me drese për Friday. Komediani i radhës që do vi është Timo Leoni dhe para se duar të orkisni për atë, para se t'jap fjalën, dua t'jap dhe ca merita se është ai që e ka organizuar Comedy Thursday. Jemi këtu ku jemi sot, Leo po të duash hajde se fjalët e fundit kam. Jemi këtu ku jemi sot fal Leos, sepse ka qenë iniciativa e tij dhe normal le çunat e kanë ndihmuar, po merret me organizimin, është i papar. Aq i papar është sa që ne kemi filluar ta duam shumë, më falni, kemi filluar ta dashurojmë. Dhe kur them ta dashurojmë, jo që e duam kështu, e dashurojmë vërtet, opla, kemi ndjenja për Leon. Edhe nëse ju duket e çuditshme kjo dashuri, ju ftoj të lexoni atë librin Pse meshkujt dashurojnë kuçkat. Leo, ku je mo? Ja se do vi, Leo, do vi. E falenderit gjithë. E di pse më tha Merita më, që të pangeci, se mikrofoni s'punon, gjysore pritët jashtë, këto kariket janë super cikletshme, dhe pastaj ju dili nga këtu edhe Leo sikur e organizon të atë gjëna. Ska gjë. Jo, shumë cikletshme këto karike. Ju betojmë nuk e dinim që ishte. Ju rjesht i parë, edhe rjesht i parë sipër, dhe ju me fat që jeni në përlozha nuk e dini, po kush është 1.70. E sipër është super në siklet. Ato karike shkërdat janë shumë. Ju kërkojmë shumë ndjes. Ju betohet nuk e di. Jo, po më vjeni natë se një vit rjesht, 18 stand-upe, udhtonë për vende, lutju lokaleve që të na marrin, sherre me njëri tjetrin, lodhje kështu dhe ti jemi këtu ku jemi sot pas një viti, edhe ju do ikni nga kjo natë dhe do mbani mend të shumë varikajnë ato kariket më plaksin. Erdhëm djetë bënim një provë,
për mikrofonin, më thëtë thash. E bëm, e qam provën e mikrofonit. E dritëm. Edhe duke kur ishin të tjerët në skenë, I ka ulla të një nga to kariket edhe më prekën gjunjët. Edhe direkte merdi kështu si flashback u Izeri më plak, se thash, Shumë kompanikari është. Është e vërtet, sepse e them këtë me gjithë konfidencën e botës, sepse është e vetmja kompani që unë udhtoj dhe kur futem në avion e bëj telefonin në airplane mode, se them, ç'es bën vakima vlek? Interferon në sinjale. Kush si marrë vesh të, se di si. Kush e di si funksionon? Është vetëm një kompani ku unë gjë stewardesën, heq kufjet. Prit më herë, çado se mos na duhet. Ore ku është kjo dalja më afër të emergjencës? Mos është mbrapa me. Po iknim në Itali para një jave edhe ishte era parë se si kisha E theva, ndodhi dhe njërë. Po ndodhi dhe njërë e theva. Kot, pase do detyrojmë të flasim. Jo, nuk do e the. Thjesht rregullojmë ose ndodhim. Çfarë po thatë? Jo, po iknim për Itali para një jave, edhe shoh ato ato fletushkat që kanë aty parë që shesin gjëra. Edhe se kisha shfletuar ndonjëherë atë gjën. Edhe shoh kishte këto zakonçet, jo ushqime budalliqe, kështu dhe ku diun parfume, kështu dhe në fund fare kishte një faqe që shiste një byrzylyk Pandora nga këto me logon e Wizerit përsipër. Të betom, edhe kush e ka parë, të konfirmoj. Edhe thoshte super ofertë, thoshte 120 euro. Edhe po mendoja jemi në një fluturim të Wizerit. Për në Rom është 34 euro vajtje ardhje bileta. Kushkarin ka 120 euro të blej një byrzylyk Pandora me logon e Wizerit. E di kush e ka aq lek? Ata që fluturojnë me Lufthansa kanë aq lek. Dhe po mendoja sa marketing I keq më plak. Shpresoj të kenë nga këto fletushka të fluturimet e tjera se. Unë kam atë shumë kohë të lirë këtë periudhë. Edhe jam fiksuar me dokumentaret. Po shifja para pak kohësh një dokumentar për plumbat. Edhe tregonte rëndësinë e plumbit si shpend, është shpendi I parë që njeriu ka zbutur, e ka bërë kafshë shtëpiake, edhe kishte shumë rëndësi për njeriu, edhe pastaj u fute kjo pjesa që përdoreshin si plumba poste, pra përdoreshin për të çuar letra dhe gjëra. Edhe në fakt unë sa herë shifja këtë gjë nëpër filma, nëpër ku diun, e injoroja se thoja ose thjesht vajleshta, se nuk më dukej si gjë e vërtetë më plak, si ishte shumë ka një plumb të çoj postën, ishte shumë surreale dhe nuk e thjesht e injoroja, po nga ky dokumentari mora vesh ishte realisht, ishte fakt, ishte gjë e vërtetë, ishte gjë që ndodhte më përpara. Edhe një moment ky narratori mes dokumentarit vjen kështu në skenë dhe thotë një fakt interesant për këto plumba është thotë që rreth 90% e tyre I çonin letrat gabim ose I humnin rrugës. Edhe po mendoja, po ky nuk është as pak fakt interesant, ky është përkundrazi madje, ky është një fakt shumë varikarin për këta ti sapo I nxorë shumë keq ato plumba. 90%, pra 9 nga 10 letra nuk shkonin në. Imagjinoj një bisedë mes dy miqve njëri ko, ore si s'moftove te dasma e gocës. Pse mos të erdhi ftesa jo, më plak. Oh. Çudi e madhe në fakt se unë letrën tënde ja dhash një zogu edhe ula dhe ja lidha të këmba e vogël me një fjongo edhe ula dhe I fola shqip në vesh një shpendi, I fola gjuhë njerëzish një shpendi dhe I thash adresën tënde edhe
Ju shifni sallën plot sot e thoni këta bogan lek ta. Ju nuk e dini që ne të gjashtë të shtojmë ca lek nga xhepi të mbulojmë shpenzimet sot. Po që mos e zgjas se po më shkon ora. Komedia jo, po arti në Shqipëri nuk paguan një mut, kështu që para një viti e pak kur sapo nisnim me çunat të Comedy Thursday, si ishte fort mirë situata dhe vendosa, mos e zgjas shumë, vendosa t'i shkruaj Zamirmanes një letër që të më paguaj qiran për 5 vite të ardhshëm. Kjo është letra, është emaili që i kam çuar Zamirit, e kam printuar, kush të dojmë të ma kërkoj më vonë. Nuk funksionoi, jo se, po gjithsesi kjo është letra. Përshëndetje zoti Mane. Mendova t'ju shkruaj nëse keni dëshirën dhe mirësinë që të paguani qiran time për 5 vite të ardhshme. Me çka kam lexuar, financiarisht është plotësisht brenda mundësive tuaja ta bëni këtë gjë. Unë jam një komedian dhe një shkrimtar aspirues që sapo nisa rrugtimin tim në drejt botës së artit në Shqipëri dhe situata ime financiare është në mungesë të një termi më të mirë zoti Mane, totalisht e degeneruar. Qeraja po më merr shpirtin dhe me sa duket kempi nuk del për njerëz në depresion. Sistemi patronazhimit të shekullit të 16, 17 dhe 18 në Europë për fat të keq është dukur, duke lënë artistë të rinj të vuajnë për shekuj të tërë. Jam i sigurt që ju jeni në dijeni të faktit që shumica prej mjeshtrave të artit klasik, nga Da Vinci dhe deri te Beethoveni, suportoheshin nga biznesmen të kamër. Jo se dua të renditem edhe unë si artist në rendin e madhështisë së tyre, po nga ana tjetër kush e di? Se ndoshta po të harxoja më pak kohë duke punuar nga 12 orë në ditë si shkërdhat, do bëja edhe unë kryeveprën time. Le të jetë e qartë këtu, zoti Mane, që unë nuk e kuptoj fare fushën ndërmjet së cilës ju keni arritur këtë sukses dhe pasuri monumentale. Me të shkuptova nga interneti, ju keni qenë një farë gjeniu për sa i përket teknologjisë, veglave, ndërtimit dhe shkencës. Mua nga ana tjetër nuk më jepet fare për sa i përket këtyre gjërave. Ç'është e vërteta, mua dhe magnetet më konfuzojnë tej mase, se janë dy copa hekur i kështu në formë bole që herë shtyhen, herë të riqen, varet si rrotu. Ndërkohë, çdo gjë sikur dhe pak më ndërlikuar se magnetet më shtyn drejt një dëshpërimi të thellë që më bën të kuptoj që jam shumë i trash. Aftësitë e mia qëndrojnë tjetër kund. Qartazi në laps dhe në letër. Tastier dhe ekran në këtë rast, po e para dëgjohet pak më romantike. Po, e di si është puna, në fund të ditës zoti Mane, a nuk kemi të dy krijues? Kush është vallë qëllimi i njeriut nëse jo të ndihmoj, të ngrej dhe të suportoj njerëzit e tjerë, aq më tepër kur bëhet fjalë për dikë me potencial artistik si ky imi. Qeraja ime është 360 euro në muaj. Këtu nuk përfshihen drita, ujë apo internet, por i mat më premtoi që ai do e paguaj këto nëse ju bin të më paguani qiran. Megjithatë, duke qenë se i mat nuk është në i burr i besës, kam frikë se do duhet të ruani rreth 120.000 lekë afrofen në muaj për shpenzimet e sipërpërmendura. Pres me padurim përgjigjen tuaj dhe shpresoj që kjo e fundit të jetë në formë dashamirësie, mundësisht transfertash bankare. Shumë faleminderit Timoleon Gjikopulli. Tash unë këtë ja çova para 2 vitesh. Përgjigjen nuk kam marr. Atëherë kur ja çova në fakt, kaluan ja 2 javë, kështu që po prisja që do më kthej. Edhe nuk më ktheu dhe pastaj mendova pse po e mbaj veten kaq të mbyllur, edhe ndrova ca emra aty dhe ja çova të gjithë milionerëve shqiptar që i gjeta emailët shumë kollaj në përfaqet e tyre të
biznesit, edhe pasi dërgova një 30 e ca emaile, pas 7 muajsh, pasi unë e kisha harruar komplet, më vjen një përgjigje nga sekretarja e njërit prej milionerave më të famshëm shqiptar, që unë nuk do e përmend, nuk do ja them emrin, për arsye privatësie, por edhe për çështje ligjore, se unë nuk e di ligjin edhe mund të më hedhin gjyq, kështu që ky është emaili i printuar. Po i lexoj përgjigjen e sekretares së zotrisë në fjalë. I nderuar zoti Gjikopulli. I nderuar. I nderuar. I nderuar zoti Gjikopulli. Kam prej disa kohësh letrën tuaj ndërduar dhe po mendojmë se si t'ju kthejmë përgjigje. Fatkeqësisht, duke u nisur nga toni i letrës, si dhe nga profesioni juaj, është e vështirë të kuptojmë nëse kërkesa juaj është e sinqertë apo thjesht një tentativë për të krijuar një situatë qesharake. Zoti Pacolli ka një sër organizatash Jeni vetëm ju këtu brenda, mos ja thoni njeriu, okay? Se e di që e dhjeva, do ta kisha fshirë emrin, e dija që ka një sër organizatash bamirëse me cilat punon ngushtë. Disa prej tyre janë më poshtë, dhe ka çuar një sër linqesh, ku diun UNICEF-i, UN-i, klikova një nga linqet, duke qenë se ka 2 vite si muhabet, ishte një lajm që zotëria në fjalë, që nuk po e përmend, kishte dhuruar 100.000 euro në veri të Kosovës, ishte ajo situata me Serbinë atëherë që erdhi ushtria për fëmijët në nevojë në veri të Kosovës. Edhe nëse vazhdon kjo poshtë, linqet e sipër rrjeshtuara janë organizata që ndihmojnë njerëz që kanë realisht nevojë për ndihmë. Ju lutem mos e kontaktoni më këtë zyrë, pasi emailet tuaja nuk do të merren seriozisht. Sinqerisht Teuta. E para punës Teuta sigur doja merja nga rroga vet ato lekët. E dyta, këto linqet totalisht pa nevojshme, domethënë, a është situata ime aq e keqe sa e fëmijëve në veri të Kosovës? Po, ndoshta edhe pak më e keqe o plak, po ta mendosh se po jo realisht, ata keq kanë qenë për herë më plak, domethënë. Mirë. Këtu përfundoj 10 minutat e mia. Faleminderit shumë. Komediani radhës. Ju lutem, vazhdoni duartrokitjen për Ernestin. Respekt. Po të filloj njero, pasaj bjeri. Leoni mendojmë kështu budalla, po asnjë nga ne nuk e lexon komplet materialin sken. Të gjithë duhet të mbajmë mend në një gjë tek këtu. Ka i erdhi thjesht lexoj një letër, edhe ju po qesh. Bravo. Në këtë sken kanë performuar artistë të merituar si Timo Floko, Laura Gjuvani, Kastriot Tusha, dhe së fundmi disa artistë të pa merituar, që janë thjesht 6 çuna që bën bashkë 2.000 euro dhe hajde. Tani pse e thashun këtë 2.000 euro? Ta dini sa kemi paguar për këtë mikrofon, domethënë. Para ca kohësh unë isha i famshëm dhe një shoqe mamit tim kishte një gocë të vogël dhe takon mua dhe mamin diku rrugës edhe i thot: "Ua, çupa ime thot e ka shumë qejf djalin tënd." Dhe mami im i tha: pse?" tha. Po si pse, falemderit, po kam bërë një purshum të mirë si mama. Jo, pse direkt e para. Para ca kohësh, edhe në fundit që e takova me thënë të drejtën, kisha bërë një set të lezetshëm dhe më pëlqeu dhe thash do ja tregoj, thash, të marrë ajo vesh ç'a bëj unë. Edhe po ja tregoja dhe isha kështu entuziast, po ria aty anash, edhe jo vetëm që nuk qeshi, se unë as nuk isha veshur si grua, as nuk po imitoja një politikan, se mami më atë sens humori, ka çado, është 60 vjeçë grua. Po gjë e parë që tha, sa po më pa, tha, po flokët të pas kanë rënë fare. Si pas ke lënë gjë të tetit. Pa të çaj ke atë birë,
Qënë ke i alkoholizua. Nese, dhe 100 vjeç, dhe 100 vjeç. Si që mund ta keni kuptuar nga theksi im, unë jam rritur në Vlorë, dhe kur jam rritur unë në Vlorë në vitet e ashpra 90, nuk më lejohet të bëja disa gjëra që brezit të tanishëm nuk mund të them që i lejohen, po janë më tolerant. Për shembull, unë gjatë gjithë kohës në Vlorë, pavarësisht sa vjeç isha, 14, 16, 18, duhet të dukesha si gangster. Kur ku di unë, isha duke pirë kafe, duke kërcyer, duke ngrënë në byll, duhet isha gangster, domethënë gjatë gjithë kohës. S'mund të qesh asnjë. Dhe ka qenë goxha e vështirë kjo situatë, se imagjino ti je në një kafe dhe je, ku di unë, 16 vjeç, dhe vetet e kamarieri dhe thua, "O vlla, do më sjellësh dhe një sheqer tjetër?" Dhe ai shikon kështu. "O vlla, po pse s'është jam bël mjaftueshëm ajo? Mos do dhe një lëpirë se ta mbash në gojë." Lere pasaj lëng frutash. Amita banane, gej direkt, plak, direkt. Amita banane, baras gej në Vlorë. I vetmi lëng frutash që mund të pije në Vlorë ishte Amita pjeshke. Burrat e vërtet pinë Amita pjeshke me pushë. Në këtë periudhë, unë filloja shkoja në për disko, që thoshim ne, dhe isha goxha i turpshëm si tip, dhe ulesha gjithmonë në cepin më të largët të diskos nga skena, dhe kishim një gocë në klasën, që ishte pak si me dërvjellët kjo. Jemi në teatr, prandaj tash kështu. Edhe vinë me shikon mua tjetër cepi, unë me 2000 puçra në fytyrë, me këmbët që më dridheshin. Dhe vinë më thotë, "Hajde, do vish të kërcen?" Dhe po thash, "U ndaj ulat e ky cepi që të vinë njerëzit të më kërkojnë për të kërcyer tash." Më lexove mendjen. Dhe kjo nga që kishte atë fare reputacioni, domethënë, më tha mua, "Po hajde të kërcen njerëz se e di çfarë thon për çunat që din të kërcejnë." Dhe supozohet që çunat që din të kërcejnë din dhe të jenë të mirë në krevat, se supozohet që din televizin. Dhe ideja pas kësaj është që ti je në një klub, në një disko, dhe shikon një çun që është në mes të skenës, ai po tundet, po ngret duart, po ngret muzikën, po tund byth, tund belin. Çfarë rëndësie ka se isha në një krevat? Ai është gay, është. Kjo shaka është shkruar me më shumë dritë, po shikoj në audiencë disa çifte që besoj ka disa nga ju që mund të jenë takimin e parë, takimin e dytë, dhe kanë vendosur që humori të jetë një pikë kështu ndarëse, se duket një çift, nëse kanë të njëjtin sens humori përgjithsisht shkojnë. Dhe unë do i thosha pa çifat, sepse të paktën muajt e parë të lidhjes janë dy njerëz që thjesht kanë sjellë përfaqësuesit e tyre aty, që të takohen me ju dhe nuk janë vërtet ata. Ajo mundohet të zhbiriloj një çun që e ka takuar prej 10 minutash, dhe ai është një ameb që merr çdo formë që ajo do. Çfarë do lloj gjë që ti thoj ajo, po thotë. Dhe ajo i bën një pyetje të tipit, "Po ty të pëlqen alkooli?" "Po kujt nuk i pëlqen alkooli?" "Mua s'më pëlqen alkooli se babi im pinte alkool dhe na rrihte." Nuk më le të mbaroja. Kujt nuk i pëlqen alkooli? Kujt nuk i pëlqen alkooli? Mua s'më pëlqen alkooli. Më vjen shumë keq. Se kuptoj pse nxitohesh, s'kemi ku vëm. Ose ke arritur atë milestonin e parë, keni shkuar bashkë për herë të parë, dhe jeni aty, ti që po plas vape, ajo që do thotë, "Ky më dashka vërtet." Dhe të bën një pyetje të tipit, "Po ti a do më doje mua po t'isha krim?" Edhe ky thot, "Në fakt unë s'doja ta përmendja, po ishte dashura ime është i krim." "Ashtu ç'a shenjë jeti?" "Peshqit." Kjo për ata që dinë që peshqit kanë krim. Shqiponj nuk është një shenjë horoskopi, ç'a doni nga unë? Pjesa tjetër
e personalitetit tim përveç të qenurit vllonjatës, që unë kam qenë një kroqer. Dhe pak a shumë për ata që nuk e din, funksionon kështu. Do me thënë, ti shkon në një kroqer dhe takon bar manager apo staff manager, sido që ta ketë emrin ai, dhe ai të vendos në një kabinë rëndom me një njeri rëndom që ti nuk e ke takuar asnjëherë. Dhe unë rash në dhomë me një çun nga Kuba, që e kishte emrin Javier. Mamaja e tij se duket i kishte vënë emrin duke u inspiruar nga gjërat që s'kishte lekë të paguante. Dhe Javier ishte pak gay. Do të ishte goxha gay ai, po pak gay. Për hir të historisë. Po mua me thënë drejtë nuk është se më bezdiste dhe aq, se nga një krah më duket sikur kjo ishte mënyra e Zotit për të më dënuar për gjithë homofobinë që është gjallë në Vlorë dhe sot e kësaj dite. Dhe nga krahu tjetër më bezdiste dhe aq, sepse ne nuk takoheshim asnjëherë. Do të thënë kur unë isha në mëngjes në punë, ai ishte pushim, kur ai punonte në pasdite, unë isha në mëngjes pushim dhe kështu me radhë. Dhe vetmja radhë kur ne takoheshim ishte kur dilim të gjithë si staf, që dilim në Havana. Tani kjo kroqera ndalonte në Havana në fundjavë, që si çdo vend tjetër do të thënë është pjesa më e gjallë e gjithë qytetit. Dhe duke dalë në Havana çdo natë, unë kuptova që 40% e çunave kubanez janë gay. Është një fakt thjesht nuk ishte batut. Se është normale, do të thënë, ka kuptim që në një vend komunist 40% janë gay, se Qa do hash? Do hash oriz, fasule, do njeriu salam njerë në kaqë. Ashtu se i justifikoj. Nuk po them që okej, po i justifikoj. Dhe një nga gjërat që bënim ne kur ishim në Kubë, ishte që venim në për lokale quheshin kështu si burlesk, që do me thënë kishte edhe pije, kishte muzik, po kishte edhe shfaqje live, dhe ata janë vend shumë i përparuar seksualisht, që do me thënë e bëjnë me kushurirat e tyre. Dhe këto performancat live, do me thënë ishin thjesht strip. Po duke qenë se ishte vend komunist, ishin të gjithë bashkë në skenë. Do me thënë nuk ishte ishin njerë çunat, pastaj gocat, që të kishte një rend, po mund të ndodhte, për shembull siç më ndodhi mua, që ti ishe në lokal, ktheheshe mbrapa, ku diun tek banaku për të marrë një pije, ndoshta një amita banane, dhe ku mund ta pije pas një lloj paragjykimi, domethënë. Dhe ktheheshe dhe shikoje një byth me tanga. Dhe sa të vente syri jot dhe të shikonte ç'a bythe është ajo, byth çunja, byth goce, kishte vajt sinjali poshtë, ishte shumë vonë. Që unë t'i shpëtoja syve të mi ende pas syza, kisha bërë një pakt me shokun tim të dhomës, me Javierin, pikërisht, dhe pakti ishte që ai do më ndihmonte që unë të shkoja me sa më shumë kubaneze, dhe unë në këmbim do pija aq shumë sa nuk do mbaja mend ç'a bëja atë natë. Dhe në atë moment, unë kuptova që për mua nuk ka rëndësi nëse je gay apo jo, që ti jesh shoku im. Për mua ka rëndësi thjesht që unë të ngre flamurin shqiptar në Kubë, dhe kur të ngrihem në mëngjes mos të më vën bytha, domethënë kaq ishte preteksti. Tani, këto histori unë e kam treguar dhe shokëve të mi, dhe kur pa tregoja ishim në një lokal. Dhe ishte te ky lokali dhe vajta porosila një piña colada. Se isha mësuar andej, kupton, piña coladat andej ishin si birat këtu, është një gjë shumë normale. Dhe të gjithë çunat më pan kështu. Po kisha porositur amida banane unë diçka. Dhe më vjen shumë i nat plak, ky lloj paragjykimi për një piña colada, se unë vdes për ananasin, e kam shumë qef. Ananasi nuk ka as formë penisi, nuk ka as gjë të keqe ta kesh qef ananasin. Po se kam fajin unë, kam fajin këta banakierë, këta shkërdatat që kur të sjellin atë piña colada, nuk ta sjellin në një gotë normale, po ta sjellin në një gotë në formë vagine aty. Të vën një çadër, të vën një qershi aty, thon urdhro zonjë. Se kam unë fajin. Dhe duke pirë piña coladën me këtë pipzën rozë që më dhan, po u tregoja shokëve të mi konkuistat në Kubë, dhe të gjithë u ngele mendja te fakti që unë kisha një shok dhomë gay. Asnjë nuk donte t'ia dinte numrina, pozicione, absolutisht asnjë gjë, të gjithë po më shikonin kështu që diçka ka ndryshuar te tyre.
Dhe nuk e kuptoj pse, me thënë të drejtën, se nuk shikoj asgjë të keqe të paturit një shok dhome apo thjesht një shok gay. Se ç'a frikë ke ti o plak? Qa mendon se do pish një herë shumë dhe do t'rregosh kush je vërtet? Qa? Njerëzit më të sinqertë janë ata të deurit. Apo qa? Mendon se do të vërë poshtë një gay. Jo, të jesh gay nuk është një zgjedhje. Të jesh gay lind, pak a shumë si të jesh nga fieri, domethënë. Jo se, jo, prit. Jo se kam në një gjë me fjerakët, po do me thënë kush do e zgjidhte, do me thënë ish ideja. Urva i gurore, okej, fieri. Dhe unë kam një logjike pse mendoj se t'jesh gay është zgjedhje, sepse them të gjithë çunat, po të mund të zgjidhnin, do zgjidhin t'ishin gay. Sepse shikojnë sekond. E zënë se do bësh seksi, se do bësh, do kaloj, aq 3 minuta, sa të gjithë, gayt nuk janë më të mirë se në të tjerët. Do bësh ato 3 minutë që tënë, e zëmë se je ai që ri lartë, ke më pak trauma, ku dion. Dhe ke 2 opsione. Ose do ndalësh dhe do luash FIFA me shokun tënd të ngushtë, ose do rish dhe do flasësh për a do më doje nëse do isha një krim. Është e martë, për shembull. Luan Shqipëri-Ukrainë dhe ne nuk kemi humbur akoma. Qa do doje të bëje ti? Të dilje me shokun tënd, të veje në qendër të haje bukë me qofte të pije bira, apo të rije në shtëpi dhe të shikoje telenovela turke? E kupton sa gay duhet jesh të zgjedhësh një gocë plak. Përpara se t'i lë fjalën komedianit tjetër, dua të them që ky që do vi tani në skenë është jo vetëm komediani më i mirë që unë njoh, po është edhe një njeri tek i cili unë aspiroj shumë dhe shikoj shumë veten që një ditë të bëhem si ai dhe jam krenar të them që po bëhet avash avash edhe shoku im i ngushtë. Kështu që do ftoj më ndihmoni të ftoj në skenë Besin. Jo, doli Besi. Okej, do ftoj në skenë shokun tim më të mirë, komedianin më të mirë që njoh, Denisin. Ka lënë shakat këtu kë. Budalla. Imagjino këtu ka njerëz që i bjen kështu harpave tani është ky. Salla e koncerteve. Po kështu shaka masturbimit e salla e koncerteve. Guximi i këtyre djemve. Imagjino ai zotëria që do mbaj këtë regjistrin e kësaj gjës në të ardhmen kur t'ia tregoj nipit të vet. Thot ai, e shikon këtë dhe kjo ka qenë Imva Mula kur me zërin e saj, e pushtoi të gjithë sallën. Edhe do kaloj. E shikon këtë foton tjetër është violina e Olen Cezarit që bëri të dridhet të gjithë sallën, lozhën. Edhe kalon këtu. Thot ai, tash një moment pak i errën në fakt në sallën e koncerteve. I thot, po kush janë këta çunat gjyshi? Qa bëni këta? Ta më shumë flisin për Karin. E ky i thot, vërtet im gjysh. Nuk e di pse ky fëmia ishte kështu, ndoshta ka gjyshi kishte punuar te salla e koncertit. Vërtet im gjysh. Do doja të tallesha shumë, po, si shaka për Karin gjithkohë, shaka masturbime. E thot, po përse zgjodhën sallën e koncerteve? Thotë nuk e di, dikur ishte një burr quhet Timoleon Gjikopulli, besoj. Dhe ai mendoi që salla e koncerteve ishte vendi perfekt për të thënë këtë shaka. Edhe 5 burra të tjerë pranuan. Dhe ky që thotë, nuk më duken shumë racional këta djem. Mendimi i pastër dhe i kulluar nuk ishte barma atyre më i fortë. Po ç'bëhet në një gjë nga shkolla? Thotë ky gjyshi më mirë vazhdo stand-upin apo mjaftë.
Tani e kuptoj pse janë kështu si vari Karin këta që i bien këtyre gjërave, të bën ky vendi. Se nuk shikon asnjëherë nga ju mund të jeni të gjithë duke erën me dorë, që nuk shikon fare. Nuk e luajtur me leshe. Imagjinoj çift i lezetshëm ky. Po, shko, ma adhuroni mua, është ky vendi kështu. Është ky janë këto lozhat. Si jeni ju duket e lozhave? Për të masturboni derdhën mbi ne. Po, dikur këto sallat e koncerteve, unë i kam patur shumë qef. Shikoja këto videot, i shikoja nga Imat, që ishin këto gocat para shevia, këto që shuri, nisha kanë që këto gjërat, me atë kabullin e gjatë dhe vraponin. E njerëzit ishin, ku di unë, Kozma Dushi, gocat tregonin cicat. Ka qenë problemi vërtet me Kozma, një moment më mbledhe partije, të merre math Kozma, mjaft sutina që i vinin. Nëse po jo ishte e bukur, ishte të qeshura, ishte shumë mirë ata tipa që përshëllejnë ç'është se bëj dot. Edhe e bukur ishte që kishte gjithmonë një fëmijë që çante turmën edhe sillte lule, dhe ishte sa bukur. Imagjino po ndodhte me ndonjë artist tani kjo, nga këto këngët që bëjnë këta tani kështu, dhipi bar, dhipi zi, dhipi bar. Dhipi zi. Edhe një fëmijë që çante, merri këto mimoza xhaxhibuta. Piu piu. O sa kara janë. Janë shumë kara ata reperës. Dhe janë burra, imagjino, ndoshta kur takohen me një tjetrin, ndoshta është piu piu, pa pa pa. Ushtari getoar, jo. Asgjë re nga fronti i estradës. Dhe di pse i thonë estradë, nuk do të jetë një grup njerëzish që argëtojnë estradë, jo njerëz varikarin. Po imagjinoni një fëmijë që sjell lule në stand-up, ku diun Besit. I meriton. Ja në një fëmijë që edhe domethënë është materiali mbyllës, edhe unë ju derdha brenda. Edhe vjen ai fëmia, ai që është ja. Ky përqafimi i fëmijëve ka qenë një problem i madh. Nuk e di, ata që kanë fëmijë duhet ta dinë, është kjo takon në njëri që ke pa takuar shumë klas 8. Edhe takon thotë po çfarë bëhet, jo jam bërë me fëmijë, thotë, kur ikën thotë ma përqafo djalin. Do të mbaron punën e tua, pastaj kthehesh në shtëpi, hap derë. Teke nga visi nga Pogardeci. Atëherë se tani nuk mund t'i përqafosh fëmijët, nuk të lenë. Kur ishim ne fëmijë na trajtonin si striptistë. Burra të derë që donin ta puthin me zorë, na futin 10 mishe. Na pickonin, do të pres pile. Dhe kush këmgulte mjaftueshëm mund të të qinte. Nuk na le pronari. Të gjithë e kemi patur edhe xhaxhain e babit. Ja, mos më kanë do doja të më se ndodhur. Do doja të kisha këtë dilemë, domethënë pasi të më kishte ngelur traun, do isha ore ka ndodhur vërtet ajo? Apo thjesht e kam krijuar edhe shpeshherë do shkoja ta provokoj, ai do ishte janë 90 e ca. Ishte kështu. Unë thoya, ti ma ke futur gishtin në bythave. Edhe ndaj ishte edhe i moment kur t'ishim vetë, do t'i bëja provokimi final, do t'i shkoja kështu majtës, djathas, edhe thjesht do t'i hiqja brekët. Kujton që kjo? Shiko, mos e hiq kokën.
E shkon si pulson për ty? Me qëra fjalla kjo po xhirohet se do jepet për vitëri, do konkurroj me portokallinë. Po me thënë do mbaroj nasi, pastaj jam unë aty. Edhe ai që do jetë kështu edhe do bëj dhe i moment do filloj do thyet, avash do shikoj atje dhe ky gisht do filloj t'i ndriçoj si ai i ti e Algjida. Edhe gjithë gjaku që i ka mbetur do shkoj edhe një herë për një ereksion të fundit. Aty do shpërthej, do vdesi. Unë jam e dia. Ti ma ke futur gishtin dytë. Nuk e di edhe do shkonte në ferrin e pedofilave. Nuk është se unë besoj në jetën e përteme, këtë i plasi kare. Por unë do doja të ekzistonte kjo, jeta e përteme, vetëm 60 sekonda për një lloj kategorie personit caktuar që ndodhet nëpër filma. E keni parasysh në këto filmat kur është në një sherr midis çiftit, edhe është duke agravuar situata. Ke parasysh ky thotë, ti je kurvar, ky thotë, ti të mban goja erë, nuk ti ke mami kurv. Fillon agravon ajo e gjuan me gotë, ky merr tavolinën, edhe në mes të gjithë kësaj ajo tipja kapi pistoleti, keni parasysh se ai filmi është gjithmonë një gjashe me mulli edhe ajo që është kështu, i është dhiera i make-up, një flusk me qyrra aty. Edhe ky tipi nga gjithë momentet që mund të qetësohej pak s'di tani ti qetë. Edhe shumë, zemër. Ma jep mua dhe ti nuk mund ta vash. Bau! Trut te ajo fotoja që kanë për ski në Kolashin. Edhe aty do doja që ky të dilte nga trupi, e ti ishte, kurve, mutit mos jaq. Fotoja në Kolashin. E bëri. Edhe pastaj është, paktën ekziston jeta e përteme edhe 60 sekondë që mbaron që zhduket edhe është vetëm kjo tipja që është. Ua, që tani po ndihem pak më mirë fakt. E fillon e mbështjell me tapet. Ky mortaliteti mua jam bërë koshient me këtë para një pak kohësh, kur pata një dy kështu gjëra ditë. Ti nuk kisha patur shumë njerëz që më kishin vdekur. I bën shpejt. Edhe këto vakit më çuditin pafund. Se gjithmonë i kisha parë në filma, në këto gjëra, janë shumë të qeta njerëz që pinë një gjë, ishte robi mirë. Ndërkohë aty që është i cirk te vakit tona. Është i cirk, seriozisht janë ato gratë që konkurrojnë kush qanë më fort. Ai njëra që është oi, kjo është mendon që ajo është një oi kape këto oi, kur. Si repere. Edhe gjithmonë mendoj një skenar sikur ky tipi që ka vdekur ti jeni kështu gay sekret që ka qenë në dollap. Edhe vjen dashnori i tij i vjetër. Edhe vjen e ke parasysh që ky mundohet, domethënë ka një pardesi lëkure, kapele me pemë. Stereotip gay, është i gjeldeti. Edhe nuk e di, ky do të hyj kështu inkognito për ta parë edhe një herë të ndjerë, domethënë që t'i afrohet edhe ta prek edhe një herë te kari. Ti edhe atje kështu. I ftohtë po prap i shishëm. Por që nuk arrin dot në funeralet shqiptare, se sa të vish të kapin ja dy çuna thotë jo, ande janë gratë, ka këtë futin në një dhomë tjetër. Se nuk lejohet që ti jesh te ndjerë, janë vetëm gratë që duhet ta qajnë, ty hyn aty ku e gjen veten aty duke hedhur 20.000 lekë, duke pirë kafe turke, duke pirë Winston me një burr, me Dajon. Edhe ai thotë, "Ua, djalë me mustaqe, kam shumë kohë, duke që je shumë burrërore." Për këtë. Mjaft Daja qerim. Ky thjesht e gjen veten duke diskutuar për Putinin, për Trumpin, edhe i momentit është, "Po unë çfarë po bëj? Unë jam thjesht i gay i hidhëruar." Edhe vendos të dalë aty dhe gjithmonë te dera janë edhe një dy çuna që mbajnë emrat, kush ka hedhur lekë dhe sa. Edhe fillon të pyesi, "Po plak për emrin?" Edhe ky që është, "Jo, nuk ka gjë, jo, do ta shënoj me patjetër, kush ishe, çfarë kishe?" "Unë isha shoku i tenisit." E këta që janë Xhaxhi Afrimi luante tenis. Luante tenis. Afrimi kishte një shërbim të gjatë. Ashtu, që u bënte topave. Edhe i moment njëri nga këta, thotë, "Plak, duket s'këry qishit të bërë." Edhe kjo që... Kush e thash, budalla? Edhe deqe aty.
Shumë faleminderit sot për këtë dashuri që keni treguar për gjithë, nëse vetëm ju sa jeni këtu, na doni ne. Se njerëzit ndonjëherë këtë egzagjerimin që ne përdorim e marrin si për kështu, po nuk kemi ne probleme. E dim që ky vend ka probleme shumë të mëdha, sidomos të shkojmë nga gabi nesër të gjithë kështu. Ti djegim? Jo, po problemi e dim kush janë, por janë ata politikanët, gjërat, janë ata të tre që nuk vdesin. Nuk vdesin. Serioze kur u dobësuajnë fillimi Lermeta ishte ai pari, po pastaj vazhdoi. Po kur të vdesin? Do doja që të shkojnë, sigurisht që të shkojnë të gjithë në ferr, edhe si të shkim. A menduar që njëri një haftë të zbriste nga parajsa njëri lindas dhe t'i qinte në bys. Të parasysh nga këta që i kanë bërë mirë vendit Fanoli me që ka qenë dhe prift. Ai kryshi mbi kurris. Kling, kling, kling. Edhe Fanoli që është aty. Kjo është për gjitha që ai keni bërë këtij populli. Dhe që më hoqet nga 1000 lekëshi. Nga këto festa të bërë, dhe zi presin shqiptarët, bëjnë ëmbëlsira dhe shqiponjën. Kjo puna e ëmbëlsirave njërë është një justifikim që shqiptarët, po si the dikur me dashësi kështu festoj me ëmbëlsira, dhe kështu thot edhe gjysha ime, i them tani sheqeri hyri në Europë nga shekulli 12, shumë Portugali, këtu te ne mbriti nga shekulli 14. Në dasmën e motrës së Skënderbeut, supozohet, për herë të parë, ky zotëria e futi, po e mbani mend janë vrarë 150 vjet aty, po e keni lexuar nga historia, nga sheqeri, madje shumë mundësi se shqiptarët kështu janë si fëmijë, po nga sheqeri janë. Ti është u imagjino Skënderbeu që e ka marrë atë sheqerin, ja u ka dhënë shokëve të tij njëherë për provë në fillim. Edhe vetë nesër më ishte çuna, e provova atë gjë që u thash? Edhe këtu dele, ti si të duket, edhe ishte plak. Plak, kisha aq shumë energji, nuk mund të flija dot. Vërtet nga ajo pezza e ëmbël që thash, po, plak, rrava gruanja 3 herë, nuk po mzinte që s'dija ku ta shpreha energjinë. Pastaj shkruajta një libër. Edhe këtë thot, shiko, Lek Dukagjini je duke tepruar pak. Edhe jo, plak seriozisht isha duke shkruar, gjithë natë kam shkruar një libër. Ky thot besoj dohet për paqen edhe për këto gjërat. Po. A thjesht di të them që nuk duhet të dhënë kjo gjëja në dasëm. E kjo që Lek Dukagjini ti gjithmonë egzageron. Nuk egzageroj, o burr. Se jemi dhe me këta i thë. Se shaka po bëjmë o burr. Po edhe unë shaka po bëjmë o gjerq. I thëtë kjo shka, Lek, nuk është se ka në një listë të shkruar që duhet ja kthesh tjetër me pa tjetër. Një etudi vogël për ju miq. Me që jemi të artet. Nuk e di, kjo sonte ndihet si ajo kur del me të temën në pazar. Edhe i thua, mama, po ndua t'ikin teatr sonte, po ne kemi teatr në shtëpi. Teatri në shtëpi. Po që një duart orkitje për gjithë shunat sonte ishe në...
Keni qenë një audiencë shumë e mirë sonte, një audiencë moderne do thoja. Në zhargonin modern që përdorim, disa nga ju mund të thoshin që djemtë vranë në sonte, ose therën. Edhe po mendoja, imagjino ta kishim të njëjtin zhargon në vitet 70 ose 80 kur ishte ai festivali RTS. Dëgjoj një këngë për të parë del ajo teleshikuesja, të dashur teleshikues. Sa po ndoqet eja u shoku ynë. Nga Kozma Dushi, i cili hengri dhe nuk lathrime. Po që mirë mbrama, uroj të jeni mirë, qoftë kjo një natë prej netësh. Unë s'jam shumë i mirë me duartrokitjet apo me lëvdatat, se mos kur thonë shprehje të tipit ky është një djalë i mirë, është ta pish në kupë. Kjo implikon që unë mund të jep në gjendje të lengshme, në një gotë i patrazuar, e dikush që më vete goja dhe unë i them të bëfsha mirë. Është një gjë shumë e rëndësishme që ne jemi këtu te Universiteti i Arteve, dikush ka vënë në sken Hamletin këtu. Edhe sot e dëgjuat që Hamletin e ka vënë në sken shoutout edhe bashkëfshatarët e mi. Të jesh apo si? Mua më pëlqejnë në trageditë shakespeariane, Shakespeare ka thënë, atë që ne quajmë trëndafil, do mbante të njëjtën aromë, edhe sikur të kishte emër tjetër. Kristi. Dhe Kristi është trëndafili është një emër një lule shumë e zakonshme, Kristi është një emër shumë i zakonshëm dhe mund të hasësh 800 Kristi në 2 orë kur ecë rrugës, kudo. Por, mund të kalosh një jetë të tërë, të lindësh, të rritesh, të shkosh në shkollë, të diplomohesh, të dashurohesh, të krijosh familje, të dalësh pension, të plakesh, edhe shikon perëndimin e fundit të diellit dhe kujtimet të një jete të jetuar mirë, edhe në gjithë të jetë vetëm njëherë do të dalë rasti të takosh dikë me emrin Timoleon Gjikopulli. Një emër për një mend enigmatik. Lea është babai i kësaj, domethënë ne të gjithë kontribuojmë te kjo, domethënë, po Lea është donatori në këtë rast. Dhe Comedy Thursday mbush plot një vit. Është si ti, Faleminderit miq, por kjo natë është vërtet për Leon. Comedy Thursday mbush një vit, edhe është fëmia jonë në këtë rast. Është shumë e çuditshme që kur fëmia jot mbush një vjeç, unë si baba nuk do shikoja kur do të në sy, e ti thoja, urime zemre babit, sot je një. E njësh i babit. Ko të çuditshme po jetojmë. Megjithse unë me zi presi të gjithë pres Krishtlindjet, pres të vi baba gjyshi në mes të natës, 24 orë, nga data 24-25 do luhet ajo e Kozma Dushit në shtëpi, ajo të më vini patrokitur. Edhe kam frikë se kur vjen baba gjyshi në shtëpi, ke parasysh që duhet të kesh një gjë jashtë në një biskotë në një gjë, edhe vjen futet natën e hap frigoriferin e thot plak. Edhe unë tek vezë kam në shtëpi. Jo më edhem, po edhe në shtëpinë tënde me këpucë futesh në tapet. Ko vërtet vështira. Unë kam sa kohë që s'më zej gjumi, edhe dëgjoj vazhdimisht në venës fond. Kemë parasysh ato që vjen nga Spotify, Repta, playlista e vitit, mua më vjen nga YouTube-i, nga që s'kam Spotify. Më vjen ajo. Unë së fundmi dëgjoj shumë kështu, sa them unë, për rojnë që rjedh, ose shiu kur bie, degë, që të më zerë gjumi. E vjen ajo e vitit e YouTube-it, thotë ti ke shpenzuar 2000 orë duke dëgjuar lumenjt që rjedhin.
vesa, erë që o shëtin. Edhe jam ai tipi i sikletshëm në çdo festë, jem si ato memet që rinë e njerëzit që kërcejnë. E unë jam kështu, ata s'janë në dieni që unë dëgjoj muzikë ambienti. Qëndroj para jush solemnisht sonte me unë të zena. Nuk e ja ka gjë më të sikletshme ti ish me unë të zena, se mos kur ke partnere në shtëpi për shembull, se më ju meshkuj për shembull kur ju pret e dashura, kur është në shtëpi dhe i gjitha indikacionet janë që do bëni sekës. Je me unë të zena. Tani ka shumë metoda për të zhbllokuar undët, të moshuarit e kanë këtë specifike që duhet të vesh kokën aty në avull të tenxherja, që të lirohet, sepse të pleqtë janë gjithmonë kundra çdo mjekësie moderne, janë pro më këtyre populloreve, sepse pleqtë në fakt kur shkojnë te tenxherja me avull, fusi kokën aty brenda, edhe futen në një gjendje transi. Dhe është një zënë nga një dimension tjetër që u shfaqet si vëgimi, i thotë, mos e bëj vaksinën. O nga që është ftohtë, imagjinon të pret partnerja në dhomë, edhe është e shtrirë aty lakurit edhe ti që vete aty. Ktheu. E dikush tjetër është kështu së fundmi kështu. Janë ato kafshët e kopshtit zoologjik. Ky i joni, normalisht. E keni para atë kopshtin ton zoologjik, si janë ata luenërit, edhe tigrat. Janë kështu. E ti si fëmijë që shkon për të parë dhe thua mrekullohesh, mbreti i xhunglës. Edhe ai që thotë më vrit dhe jepi fund kësaj agonie. Jo, një kohë e mirë për kafshët, do thoja. Se në njerëzit hajtë, regullohemi. Ja mbajmë në njerë nga Waikiki, apo ku di unë, po... Kafshët s'kanë zgjidhje. Po nga më qenë goxhaj sëmur me unë të zana, kam qenë me grip, edhe ka qenë aq intensive sa kam marrë një 2-3 nga këto bustina me oki, i kam mën tavolinë, edhe i kam darë në viza, me kartën e Big Marketit, kështu. Qartazi duke humbur pikë me këtë gjë. E duke ju futur. Nuk e i droguar, po sikur ndihesh më mirë. Do thoja unë. Po vërtet kohëra të çuditshme po përjetojmë. Ore si po kaloni sonte mirë apo? Okay. Në stand-up-et tuaja u shpërblefshim, domethënë. Po që vërtet shumë kohëra të çuditshme. Unë s'para hape me njerëzit. Hape më shumë me njerëz të panjohur. Po blija këpucë para za ditësh, edhe më tha, jo zonja, më nxori 42 dhe 43. E më tha mua, si mendon? I thash unë mendoj që dashuroj më fort se ç'duhet. I till jam unë. Ose kur del në date, ke parasysh kur takon dhe ke për të parë dhe të pyet pyetja që unë bezdis më shumë është të më thuaj më shumë për veten. Tani nëse takimi po shkon mirë, janë nxjerrni njëri tjetrit natyralisht, domethënë nuk ka pse dikush në një farë pikë të thotë më thuaj më shumë për veten. Edhe kur të pyesi më thuaj më shumë për veten, unë haroj kush jam, domethënë. Edhe me gjaj që më vjen në mend është që unë jam çuar një natë para, kam ngrënë në 3 të mëngjesit, kam ngrënë një copë kashkavall. Nga ora 4 e mëngjesit jam çuar prap, kam pirë një gotë kos. Nga ora 5 një gotë dhallë. Dhe nga ora 6 duke parë lindjen e diellit me një dëshpërim të pangushëllueshëm, edhe them me vete, o plak, jam zhduruar në një sklav të bulmetit. Më tha një grua tjetër. Jo, gruaja, ka dy gra në këtë skenë, domethënë, në këtë histori, me asnjërin s'kam lidhje.
Më tha, të kam parë në ender. E I thash unë, po, frikshme. I thash unë, më ke parë në ender, po. Isha duke kalëruar kryqëzatat, I thash unë edhe po fitoja një iPhone 6. Jo, tha, atëre si jam unë. Ëndrat dalin, po janë kryesisht ato kur bën shurën. Ora që non 7 e mëngjesit, një mëngjes I ngrohtë për ju, por jo për familjen tuaj. Çarçafi yt është ky, jo. Ky quhet gaslight, ja bëm plakës. Plaka që është gjithmonë në gaslighteri numër 1 në familje. Tani unë po e kërkoja në Google të termin gaslight se është kështu I huaj. Pika. Edhe femrat sidomos janë shumë vokale në këtë rast me këtë termin gaslight dhe unë e kërkova pse femrat e kanë kaq shumë frikë si term, çfarë përfaqëson dhe në Google Translate e nxjerr që gaslight është ndriçim me vajguri. O daj me një sekondë këtu. Ti si femër për shembull, nuk do doje një mashkull që refuzon modernizmin dhe shpron një jetë më agrare? Nuk do doje që të kontrolloja natën, të vija kështu me fener, Alma. Edhe të mbuloj me kuvertë. Edhe thua në mëngjes, ore, mos ishe gjë me fener mbrëmë. Unë mendoj që në listën e gjatë të frikrave që kanë meshkujt, sidomos me marrëdhëniet, po edhe ato individuale, është frika më e madhe e një mashkulli, mendoj unë, është që nëse je në komfortin e shtëpisë tënde, nëse je në ashensor, nëse je në park, nga hiçi mund të dalë njeri, kështu kod nga hiçi domethënë, edhe ta pret karin. Kështu që përkushtimi mund të jetë numri 10 në frikrat, besoj. Megjithse, komfortin e shtëpisë tënde nuk e di mund të vish dikush kështu nga hiçi ose në park, po në ashensore çike çuditshme, se qofse ke ndonjë mbasdite të lirë dhe ja aty, wow! Mund ta tundë sa të doje. Mu prish boliri. Super tranzicion me shakat, po. Mu prish boliri, kështu që kjo është një natë shumë e keqe për të pasur flok voluminozë. Edhe I shkrojta një hidrauliku. Edhe tipi kishte ma dha jo pronarja numrin, edhe kishte fotoprofili Milanin, 2 fish, flamuri kuq. Edhe më tha që problemi ke? Boliri, I thash unë. A më qo foto, tha që ta shikoj ku qëndron problemi. Edhe I qova një 9 foto, 8 të bolirit edhe një timen të boliri, se kur të doja ti thoj që ky është boliri për cilin nuk isha folur. Ose se kur doja ti beja test, provoj që si robot shkërdhat. Gjithë kuadratet ku s'ka boljer. E tha, okej, po vi nesër. E thash me vete, po dalë më plak, në momenti që qova foton time, një vlerësime do njëri ju. Në një gjatë të tipit të është djegur termusi edhe je një 5. Ose 4, ku di unë, që janë këta. Po që vërtet, në u prishe I boliri. Edhe ka qenë një periudhë e çuditshme. Ne po filmohemi në formatin 4K. Ja, as të se them do të mirë, 4K. Ky është një rezolucion që unë se njoh. Unë kam, nuk e di ku e lash telefonin, po kam një djaumi. Anësi ka personaliteti. Edhe unë atë telefonin e përdora njerë, ku di më vrava një karkalec, ja lëshova këshu. E shkatrova. Normalisht dogja dhe procesorin, se s'mund e ke shtera. Sikleti imi I madhe është kur dalin insekte në shtëpi që nuk I prisje. Asnjë insekt nuk e pret zakonisht, domethënë, po janë ca që thë, mirë mbrëma, të heqin kapelen.
E doli një ditë një milingonë, edhe unë, duke qenë komediani në këtë rast, i thashë, po ktheu më në koloni. Ktheu. Ai që tha, plak, ktheu në realitet. Tani, më ndonë edhe një buburet kaq. Edhe thash me vete, po sigur ti flas. E i them, je gati të bëj një referencë nga një libër që s'e kam lexuar? Do ta isha qafe dhe monologu im I brendshëm duke parë buburecin ishte si ta ish qafe këtë shkëdhatën në sekond pa lëvizur, ta shduk. Kurse monologu I brendshëm I buburecit ishte e dashur Milena. Do doja që kjo letër të arrinte aty në Vjenë. Dhe ne do të iknim bashk. Faleminderit. Ishte të mrekullueshëm. Kënde çunat. Po jo kancerin. Babaj. Ata I me që keni ardhur, shpesoj me të knaqur.